Toni Ngjuraj nuk është më rektor i Universitetit të Shkodrës Luiç Gorakuqi. Pas shumë kritikave dhe akuzave në drejtim të tij, Ngjuraj ka paraqitur dorëheqjen e parevokueshme nga detyra, ndërkohë justifikon dorëheqjen me akuzën e bordit të administrimit. Ai ka dërguar një letër ministres së arsimit ku shpreh se mandati i tij buron nga komuniteti universitar dhe se drejtimi i universitetit duhet mbështetet në transparencë, përgjegjësi publike dhe respekt për autonominë institucionale. Në fakt, transparenca, përgjegjësia publike dhe respekti për autonominë institucionale kanë munguar nga ana vetë rektorit Ngjuraj në këto 2 vite të drejtimit të Universitetit të Shkodrës. Ai është akuzuar shpeshherë për mungesë transparencë nga pedagogët, gjithashtu shumë projekte fituar nga Universiteti i Shkodrës. Rektori Ngjuraj është munduar t'i përdorë për klanin e tij në universitet që t'i ketë në kontroll për vendimet e tij të njëanshme, ndërkohë nuk kanë munguar dhe akuzat e tij si i palishëm në krye të Universitetit të Shkodrës. Gjithë natin Ngjuraj ka me bordin e administrimit, ku kundërshton veçanërisht vendimin e bordit për emërimin e administratorit të universitetit, të cilin e konsideron të palishëm. Gjithashtu një tjetër pikë përplasje lidhet me procedurat e rekrutimit të stafit administrativ, ndërkohë në përfundim të letrës Ngjuraj kërkon zbatimin e dispozitave ligjore për garantimin e funksionimit normal të Universitetit të Shkodrës. Pas largimit të tij nga detyra, tashmë mbetet për të parë cilat do të jenë zhvillimet e radhës për të zgjedhur drejtuesin e ri të Universitetit të Shkodrës.